Specialistë për hetimin e krimeve në policinë e Pogradecit referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasit GP 47 vjeç, banues në Dardas Pogradec, pasi dyshohet se ka kanosur një mjek për shkak të detyrës në ambientet e spitalit të Pogradecit. KK dhe PV banues po në Pogradec, pasi janë konstatuar duke kryer punime ndërtimi pa leje në banesat e tyre. Shërbimet e sektorit qarkullimit rrugor arrestuan flagrancë shtetasit më të 20 vjeç banues në Korçë, pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë në Maliq referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasit HG 68 vjeç, banues në Mesmal Maliq, pasi dyshohet se për motive pronësie ka kanosur me fjalë një 62 vjeçar. EK 27 vjeç, banues në Vloçisht në Maliq, pasi u kap në qytetin e Maliqit duke transportuar me automjet dru të prera pa leje. Sasia e druve dhe automjeti u sekuestruan me cilësinë e provës materiale.